Edisona, të përshëndesin, ndodhesh pranë gjykatës e Elbasanit, ku në ambientet e brëndshme në një prej sallave të gjyqit të kësaj godine është Sokol Mjaca, një i dënuar me burgim të përjetshëm, i cili të premten kreu një tjetër vrasje, ku ekzekutoi Arben Elleshin me armë. Së pari, pak më tepër rreth asaj se çfarë po ndodh në gjykatën e Elbasanit me mbërritjen e Sokol Mjacas, dhe më pas ndalemi edhe tek hetimet. Përshëndetje Fabiola, gjykata e Elbasanit, siç keni mundësi ta ndiqni edhe përmes pamjeve, është blinduar gjatë ditës së sotme edhe në këto momente, siç e ndiqni hyrja e gjykatës së Elbasanit, por gjithashtu edhe prokuroria e cila është ngjitur dhe thuajse gjithë zona në gjykatën e Elbasanit është në masa të rrepta të sigurisë, dhe kjo për shkak të rëndësisë që ka gjyqi i ditës së sotme. Ka nisur që prej orës 10 të paraditës së sotme gjyqi kundër Sokol Mjacaj dhe gjithashtu për 12 punonjësit e burgut të Peqinit, mbi të cilët tashmë rëndon zyrtarisht akuza e shpërdorimit të detyrës. Vijon prej një ore tashmë marrja në pyetje nga gjyqtarja e cila drejton seancën e ditës së sotme. Gjyqtarja e gjykatës së Elbasanit, Yrfet Shkreli, do të jetë ajo e cila do të vendosi për masën e sigurisë në përfundim të kësaj seance. Prokuroria e Elbasanit e përfaqësuar gjatë ditës së sotme nga prokurori Xhelian Seferi ka kërkuar masën e arrestit në burg për Sokol Mjacaj, por gjithashtu edhe për 12 punonjësit e burgut të Peqinit, mes të cilëve edhe për drejtorin e këtij institucioni Kamber Hoxha. Dyshohet tashmë dhe bazuar në hetimet paraprake të prokurorisë Elbasanit se punonjësit e burgut të Peqinit kanë shkelur rregulloren dhe për shkak të mos kryerjes të kontrolleve fizike që duhet të bënin jo vetëm ditën kur Sokol Mjacaj kreu vrasjen, por edhe në ditë të tjera ka pasur shkelje të rregullores për shkak se këta persona nuk kanë kryer detyrën dhe nuk kanë zbatuar skemën e sigurisë. Në deklaratën e tij të dhënë gjatë ditës kur u morë në pyetje nga grupi i hetimit, por gjithashtu edhe në ditët në vijim, Sokol Mjacaj nuk ka bërë asnjë ndryshim. Ai vazhdon të qëndrojë faktit se punonjësi i burgut të Peqinit që i ka kaluar armën. E ka treguar ai emrin e Edisona? Jo, nuk e ka treguar emrin deri në këto momente të paktën. Nuk e dim nëse do t'i përgjigjet pyetjes së gjyqtares në seancën e cila po zhvillohet gjatë ditës së sotme, por që deri në këto momente zyrtarisht nuk e kemi të konfirmuar nëse ka treguar emrin, edhe pse po nga ana tjetër, Edison, personat punonjësit e burgut të Peqinit të cilët janë po ashtu të arrestuar për akuzat që ti listove pak më sipër, çfarë kanë deklaruar gjatë marrjes në pyetje, dhe a kanë mundur prokurorët dhe policia të identifikojë se kush prej gardistëve ka futur armën? Deri në këto momente nuk është identifikuar punonjësi i burgut i cili ka futur armën në brendësi të ambienteve të burgut të sigurisë së lartë, edhe pse grupi i hetimit ka insistuar në marrjen e emrit nga Sokol Mjacaj. Deri në këto momente përpjekjet kanë dështuar, pasi Mjacaj është shprehur se emrin e personit i cili i ka dhënë armën për ta futur dhe për të kryer vrasjen që ndodhi në brendësi të burgut të Peqinit do ta japi në një moment të dytë. Pra deri në këto momente është i vendosur që të mos japi emrin e personit që i ka futur armën në brendësi të burgut. Një armë e cila kujtojmë që Mjacaj e mbajti për rreth 20 ditë në ambientet e burgut dhe që lëvizi i lirë me të në të gjitha ambientet ku lejohet të lëvizte. Dhe ditën kur u krye vrasja, në fakt ai ka qenë i armatosur në momentin që ka dalë nga dhoma e tij drejt ambienteve të ajrimit, dhe gjithashtu në kthim ka qenë i armatosur, dhe në fakt ajo që mbetet më e rëndë, të paktën deri më tani, dhe një nga akuzat ku mbështetet fakti që prokuroria e Elbasanit akuzon punonjësit e burgut për shpërdorim detyre, është edhe ajo e mos kontrollit fizik ndaj Sokol Mjacajt. Pasi nëse Mjacaj do të ishte kontrolluar fizikisht gjatë ditës kur kreu krimin e rëndë në ambientet e burgut,
ndoshta nuk do të kishte ndodhur Edison, vrasja. kjo ngjarje ka nxjerrë zbuluar shumë problematika në sistemin e burgjeve. Që do të thotë, përgjegjësia sigurisht nuk duhet të jetë vetëm tek ai gardisti që padyshim ka pjesën e vet të fajit. Sa i përket drejtorit të burgut, që është në atë pozicion, në atë post, në atë karrige, për ta drejtuar të gjithë zinxhirin menaxhues të burgut të sigurisë së lartë flasim. Çfarë ka deklaruar ai për këtë, për detyrën e vet, për këtë shkelje, për këtë ngjarje, të paktën te pjesa që mungonin kamerat e sigurisë dhe nuk funksiononte as skaneri. Se nis që këtu e gjithë gjëja. Duke qenë se Kamber Hoxha, i cili akuzohet për shpërdorim detyre, nuk ka më shumë se 2 muaj, i cili është emëruar si drejtori i burgut të Peqinit, ai është mbështetur në faktin se nuk ka pasur dieni në lidhje me shkeljen e bërë në ambientet e brendshme të burgut të Peqinit. Pra nuk ka pas dieni që nuk funksiononin kamerat? Nuk ka pasur dieni në lidhje me mosveprimet në fakt punonjësve të burgut të Peqinit, nuk ishte dieni që nuk zbatohej skema e sigurisë dhe punonjësit përkatës nuk kontrollonin fizikisht prej afër 6 ditësh. Pasi, sipas informacioneve nga grupi i hetimit, kontrollet fizike jo vetëm sa i takon Sokol Mjacajt, por edhe të burgosurve të tjerë, pjesa më e madhe të cilëve janë me dënime të konsiderueshme, pasi duke qenë se është burgi sigurisë së lartë, shumë persona vuajnë edhe burgime të përjetshme. Pra kanë munguar kontrollet fizike jo vetëm tek Mjacaj, por edhe tek të burgosurit e tjerë për një periudhë kohore rreth 6 ditë. Dhe drejtuesi i këtij institucioni është shprehur se nuk ka pasur dieni që nuk kryeshin kontrollet fizike, por që sa i takon kamerave që kanë pasur probleme gjithashtu për një periudhë kohore rreth 6 ditë, gjithashtu edhe sistemi i këtij burgu ka pasur probleme. Ky fundit është shprehur se ka njoftuar autoritetet përkatëse për marrjen e masave dhe rikthimin në punë të kamerave të sigurisë, por deri në këto momente kjo mbetet thjesht fjala e tij. Nuk e dim nëse grupi i hetimit ka përparuar sa i takon hetimeve gjatë ditëve që prej momentit kur ndodhi ngjarja, pasi informacionet të dhëna në lidhje me këtë çështje kanë qenë shumë të rezervuara dhe që ndoshta në përfundim të kësaj çështje. Megjithatë, vijon të qëndrojë si shkak porosia e vrasjes nga jashtë apo jo? Po, vijon të qëndrojë. Bindja e grupit hetimor, jo pretendimet e autorit. Po, dhe një nga pistat që është duke u hetuar në fakt, për shkak të shkuarës kriminale të 2 personave, qoftë Sokol Mjacajt, qoftë edhe viktimës Arben Leshi, lë një pistë që grupi i hetimit në fakt është duke e hetuar që prej momentit kur u zbuluan emrat e personave të përfshirë në këtë vrasje të rëndë të ndodhur në ambientet e burgut të sigurisë së lartë. Dyshohet në fakt se një porosi edhe nga jashtë ka bërë që Sokol Mjacaj të ekzekutojë në ambientet e burgut Arben Leshin. Dhe sipas grupit të hetimit nuk qëndron arsyeja edhe nga Mjacaj. Pra nuk e beson pretendimin e Mjacajs. Është pikërisht kjo arsye që grupi hetimor dyshon që vrasja është porositur nga jashtë, që sot gjykata e Elbasanit është e blinduar? Mbetet arsyeja kryesore në fakt dhe referuar edhe masave të rrepta të sigurisë që janë marrë gjatë ditës së sotme dhe eskortave që shoqëronin në fakt furgonin ku udhëtonte Mjacaj, mund të përforcohet pista e vrasjes me pagesë. Deri më tani të paktën është ndër pistat kryesore që po hetohet nga ana e grupit të hetimit që është ngritur tashmë. Kjo e ritheksoj edhe një herë për shkak të shkuarës kriminale të 2 personave të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë. Pasi edhe Arben Leshi vuante dënimin me burgim të përjetshëm në burgun e sigurisë së lartë të Peqinit për shkak të vrasjeve të mëparshme të kryera.